إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhella xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavat dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, pasi që cekëm një pikë kryesore dhe një vepër madhore e cila ishte një ndër veprat që mban lidhjen e dashurisë për hir të Allahut xhella xhelaluhu mes njëri tjetrit dhe e mban të fortë dhe të qëndrueshme miqësinë mes njëri tjetrit, gjithashtu cekim një vepër që është shumë madhore. Sot inshallah me lejen e Allahut xhella xhelaluhu që ajo është një ndër veprat që e ban lidhjen dhe miqësinë të qëndruar dhe të fortë mes njëri tjetrit, mes vëllazërisë islame për të cilën ti e dën një vllavin tënd musliman për hir të Allahut xhella xhelaluhu dhe se kjo ishte një ndër veprat madhore e cila ishte e qëndrueshme dhe kishte qëndrim të madh dhe të njerëzit të cilët ishin para nesh, të ato burrat e ndershëm e të mëdhenj të cilët Allahu xhella xhelaluhu I nderoi dhe I pajisi me dituri, e ata ishin të cilët me të vërtetë I kushtonin kësaj pike rëndësi shumë e cila shfaqej në fjalët e tyre, në veprat e tyre dhe në moralin e tyre. Ashtu sikur që na tregon Meharib ibn Dithar rahimahullah, I cili tha se e kam dëgjuar Omer ibn Khattabin radiallahu anhu duke thonë se I kam dashur për hir të Allahut xhella xhelaluhu që I doja për Allah 1000 vëllezër të mi, të cilët I doja për hir të Allahut xhella xhelaluhu, tha ja u dia emrat e tyre një nga një. Omer ibn Khattabi radiallahu anhu I njente ato të cilët I donte për hir të Allahut emrat e tyre dhe tha I di dhe emrat e baballarëve të tyre dhe di fisin e tyre dhe e di dhe shtëpiat e tyre se ku ato banojnë. O vëllezër, kjo është me të vërtetë pika më madhore, pra që ti ta njohësh vllavin tënd dhe ti të lutesh për ta. Lutja për vllavin tënd musliman që e don për hir të Allahut xhella xhelaluhu gjatë jetës së tij dhe pas vdekjes së tij. Me të vërtetë se është një ndër veprat më madhore dhe më të larta, morali më I lartë dhe ajo e cila më së forti e mban lidhjen tënde në mes muslimanëve dhe atij vllavit të cilën ti e don për hir të Allahut xhella xhelaluhu dhe të qëndrueshme këtë dashuri që ti të lutesh për atë vllavin tënd musliman të cilën e don, po edhe nëse nuk e ke prezent, ti vazhdimisht lutesh për ta, sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith me të cilën e transmeton Imam Muslimi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nga Abu Darda radiallahu anhu, tha da'watul mar'il muslim li akhihi al muslim bi dhahri al ghaib mustajab. Tha pejgamberi sallam, lutja e një njeriu musliman për vllavin e tij musliman kur nuk e ka ato prezent, në mshehtësi, ti lutesh për vllavin tënd në mshehtësi, që Allahu xhel xelaluhu ta ruan atë. Çdo gjë që ti lutesh për vllavin tënd në fshehtësi, në mosprezencë,
kur ti je vetë dhe ato e don për hir të Allahut dhe lutesh për to, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lutja për vllavin tënd musliman është e pranuar dhe ajo nuk refuzohet. Bile e shtoi duke thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha se te koka e çdo njërit i cili lutet për vllavin e tij musliman është një engjëll, një melaçe, e cila kullama daa li akhihi muslim, sa herë që ky bën dua dhe lutet për vllavin e tij musliman, tha ajo qëndron në kokën e tij dhe thot: Amin, o Zot, walaka bil mithl. O Zot, pranoa këtë dua, këtë lutje që ky e bën, dhe ty të qoftë e njëjta po ashtu sikur që je lutur. Të lutet me laqe për ty, ti lutesh për vllavin tënd musliman, i lutesh Allahu xhallahu dhe bën dua për to, një me laqe të qëndron vazhdimisht, ajo të jetë me detyrë që të përgjigjet e të thotë: O Zot, edhe këti jepja po ashtu sikur që ky lutet. Për shkak se o vëllezër është duaja që lutesh për vllavin musliman, dua që nuk refuzohet. Si dhe është e shpejta që përgjigjet. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin që transmeton Bezari nga Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Duaul akhi li akhihi al-muslim la yurad. Lutja e një vllavit për vllavin e tij musliman nuk refuzohet, nuk kthehet prapë përgjigje e saj. Gjithashtu në një hadith të cilën transmeton Abu Davudi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: inna asra ad-du'a ijabatan. Duaja më së shpejti që është në përgjigje, dhe apo lutja që më së shpejti përgjigjet në to, tha, është lutja e atij të munguarit për atë që mungon. Që ti të bësh dua e të lutesh për atë vllavin tënd të cilin nuk e ki prezent. Nëse ti e don për hir të Allahut xhelel xhelalu, lutesh për to. Dhe më për atë Abu Darda radhiyallahu anhu, ishte ai i cili tha se unë kam 70 vëllezër musliman të cilët unë lutem për to në sejdët e mia. Lutem një nga një me emrat e tyre, duke e lutur Allahun xhelel xhelaluhu për to. Nëse e don një vëlla musliman, kjo është vepra dhe kjo është mënyra dhe është një ndër shkaqet më kryesore që e mban zemrën të lidhur dhe është një ndër veprat më madhore që ta mundson dhe ti të kish bereqet. Nëse ti lutesh për vllavin tënd musliman, që të i lutesh Allahu xhelel xhelaluhu në sejdë që Allahu të jep të mira, e Allahu t'ja hek nëse ka xhelozi, t'ja hek xhelozin, e nëse ka probleme t'ja largon problemet, e që të ta shqyrtosh problemin tënd dhe të vllavit tënd, duke u lutur Allahu xhelel xhelaluhu e të lutet dikush për ty, e kjo është vepra më e mirë dhe që e bën të qëndrueshme dashurinë mes njëri tjetrit. Lum për atë i cili ka një vëlla i cili e don për hir të Allahut dhe lutet në fshehtësi për to. I lutet Allahu xhelel xhelaluhu dhe lum ai i cili i ngren duart dhe i lutet Allahu xhelel xhelaluhu për dikan, për ndonjë vëlla musliman të cilën e don për hir të Allahut xhelel xhelaluhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, një ndër çështjet më madhore e cila Allahu xhelel xhelaluhu e bëri që të forcon zemrat dhe dashurinë dhe miqësinë mes njëri tjetrit për hir të Allahut xhelel xhelaluhu, të cilët nuk e don përveç se për hir të Allahut xhelel xhelaluhu, është që ti të lutesh për atë që e don për Allahun vazhdimisht gjatë jetës së tij dhe gjithashtu dhe pas vdekjes së tij. Dhe këtë e kuptuan ato të parët ton të mirë të cilët ishin nga ato të cilët i zgjedhi Allahu xhelel xhelaluhu, e kuptuan shumë fort dhe mirë këtë çështje dhe nuk e linin pa u lutur për vëllezërit e tyre musliman dhe pa shfrytzuar këtë çështje e cila është një ndër shkaqet kryesore që forcon dhe e mban të ngelur dashurinë mes veti. Ja pra na tregon Muhammed ibn Yusuf al-Asfahani, i cili na tregon vlerësinë e madhe të një vllavit musliman që ti e ke dash për hir të Allahut dhe ai të ka dash për hir të Allahut ty. Tha, ku ka sikur një vëlla i mirë i cili të don për hir të Allahut xhelel xhelaluhu, që në momentet më të vështira dhe ti kur të vdesësh e të futesh në errësirën e varrit e të jesh në ato shtresat e errta të tokës në varr, tha, vëllavi yt i ndershëm i cili të ka dash për hir të Allahut, ai veçohet me pikëllimin për ty dhe vetëm ai ndin mërzi dhe pikëllim për humbjen tënde. Kur familja yt të cilën e ki tha më të afërt, ato janë të preokupuar që të ta ndajnë pasurinë edhe ato ta shkepin e të gëzojnë pasurinë të cilën e ke lënë ti pas tyre, a kurse ky vëllavi që të dashti për hir të Allahut,
tha ai është i vetmi që veçohet me pikëllimin ndaj teje dhe ai e ka dertin ton se ku ke përfunduar dhe si është gjendja yte në vërr e si do shkojsh te Allahu xhel xhelalu. Ai që të don për hir të Allahut tha e ka këtë dert dhe ai është i cili lutet për ty në errësirën e natës e ty të vinë tha lutjet e ti në vërr sikur kodrat të cilët ndryqojnë lutjet e ti të mëdhaja që të futen në errësirën e varrit nga një vëlla që të ka dashur për hir të Allahut xhel xhelaluhu. O vëllezër, të mundohemi që të shtojmë dashuri dhe vëllazëri për hir të Allahut xhel xhelaluhu, asi shok të cilët ato luten për ne dhe kur na nuk e dim. Edhe të mundohemi të kapim e të mbrojmë e të ruajmë dashurin për hir të Allahut mes njëri tjetrit, që të na sjell dobi dhe pastaj të jetë dritë dhe në varrezat tona një ditë kur do të futemi në varr, lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu dhul xhelal ta bën këtë vepër të çmuar në mesin ton të përhapur e mos të lejmë lutjen për vllavin ton musliman e ta shton dashurinë mes neve dhe Allahu xhel xhelaluhu të na urdhënon që të na udhëzon në rrugën e drejtë dhe të na i fal të gjitha gabimet dhe të i mbron gjithë muslimanët. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.